vdekja e vllaut Xhesit top lajmi këtyne ditëve. Se punë të tjera si shoqni, krejt i kemi interesi e veç me çto tema na ka metë mu marr. Kosova e ka humbë Eldionin, një djalë të ri 15 vjeçar, një potencial për me kontribu në këtë vend e me lullzu me jetën e vet. E ne në vend se me diskutu humbjen e tij e me përmend emrin e tij, ne edhe në këtë rast fokusohem tek temat si Big Brother. Se kush kemi pa Xhestin, a e përqafi shumë a pak? E aty s'kishe çka sheh, krejt me telefona në dorë tu bo foto e video. Njeri vdes tragjikisht e na edhe që të rast tentojmë me e shfrytzu për vëmendje e klikime. Seriozisht shumë marre. Na mundemi me paramendu se çush mundet me qenë familja këtij djali. Njerëzit janë mërzit vet, hala të mpinë emocionalisht. E na e shpërndajmë njerin e vdekur, e shpërndajmë se çush Xhesti ka reagu në momentin kur e ka kuptu, do të thotë krejt kjo është në kundërshtim me të gjitha normat sociale. Qysh ndikon vdekja psikologjikisht tek familjarët? Në rastet e tilla të vdekjeve të papritura, njerëzit apo familjarët mpihen emocionalisht duke mos ditë me e perceptu apo pranu realitetin. Pastaj, pas një kohe, vjen koha e përjetimit të pikëllimit dhe të mërzisë, që shoqërohet shpesh edhe me ndjenjen e fajit, se nashta unë kisha mujt me bu këtë e atë në mënyrë që mos me ardhë deri tek kjo. Tash, llogariteni, këto e përjeton secili familjar kur vdes dikush i afërt i familjes. E tash paramendojeni edhe presionin social që i është bë familjes së Eldionit. Krejt me telefona në dorë tu xhiru. Kërkush nuk nalet me thonë tulna edhe të bëj dua për këtë njeri që ka vdek, për këtë shpirt që e la këtë botë. Në këtë rast vdekje është e pamundur pa e lidhur dhe aspektin fetar. Muhamedi a.s. e ka ndalu me shkel mbi varre edhe me i trajtu ato me mos respekt. Tash të reflektojmë na se sa e respektum varrimin e këtij djalit të ri.